se polici nuk është kompetent për konfiskimin e patentës shoferit, po gjyqtari. Këta bazoj nenin 55 që shumica policisë e konfiskojnë me që atë nën patentën shoferin, aty shkruhet konfiskon patentën shoferin po kush. Nuk shkruhet policia, as nuk shkruhet gjyqtari, as kërkush. Edhe tash neni 7 i 55 shkruan shpejtësia duhet më mot me pajisje të sofistikume, të avancume. Pajisje sofistikume e avancume, kur ty të nalë edhe ta fut dënimin, edhe të shkruan aty veç shpejtësia kufizume, nuk ka kilometra, nuk ka metra, në sa metrat ka dënu, nuk i ka MBM-ni, nuk i ka tabelat, nuk i ka një shërit. Shkruam se mundet me ta thonë ty një me nalë për veti, e një, jo me ta konfisku ty, po me shumë gjykat kundërvajtjes, edhe gjykata kundërvajtjes me ligjin e kundërvajtjes ta konfiskan. Dyta është, argumenti dytë e kam. Me qenë se unë jam ekspert gjyqësor, jam i angazhuar për një gjyqtar kundërvajtjes, tash në pension, që është jashtëzakonisht ka qenë profesional, edhe më thotë qëti djalit, për fat mirë, arkitekti, që e ka nalë policia, kanë thonë shkruma distancën në sa më ke dënu. Edhe aja shkru një 240 metrash, edhe unë e marrë ata, e baj matin prej pozicionit policisë ku kanë matë, 240 metra, unë rasna në shpejtësi 100 km/h, jo 70. Ajo është i dënum, ju ka konfisku patent shoferi për 90 km/h. Ju kanë hek një pik, 2 muaj ju ka konfisku patenti. Paramenone ju. E shoj të gjyqtari, e këshur gjyqtari më thëtë, nële ja ki qilu distancës, ja kam qilu, thash me metrën tjok, thash me radar, do më thonë me laser, futët edhe ma fill 100 km/h. Nuk futët 25 metra se ka moton, po futët edhe ma thell. Edhe kjo ty të kallëzën thjesht, se polici nuk është kompetent për konfiskimin e patentës shoferit, po gjyqtari. Polici në rast konkret çka do të më bëjë kur të nalë? Absolutikisht, e mat të jep këto shënime që unë ti thash, me qenë se neni 7 thotë matja shpejtësisë duhet më konë me aparaturë të sofistikume, të kalibrume, edhe në qoftë se ti e ki bëhet punë, jeshën në natyrë. Shënimet, shkon të gjyqtari për kundërvajtje, gjyqtari e aktivizon, e angazhon ekspertin, sikur musëm kanë angazhu, a i shkon i ban matjet, në rast se del me të vërtetë sa është, gjyqtari ja konfiskon bas ligjit. Po gjyqtari është ai që interpreton ligjin. Nuk ka nëli si ekspert, as nuk ka policin në rrugë. Në qoftë se e ka shkollën në mesme, unë jam doktor i shkencave të komunikacionit. Nuk jam i thirrur për me interpretu ligjin në gjykat. Nuk është ai, edhe ma pak, me interpretu ligjin. Kjo është ajo.